Gjendet gjallë, pas më shumë se 40 viteve, vajza është dukur e një çifti të vrarë në vitin 1981. Pas më shumë se 4 dekadave, vajza e mitur e një çifti, trupat e cilëve u gjetën të pajet në Teksas në vitin 1981, është gjetur shëndosh e mirë, njofton zyra e prokurorit përgjithshëm të Teksasit. Identitetet e dy trupave të zbuluar në një zonë pyjore në Houston në vitin 1981 ishin të panjohura deri vitin e kaluar, kur hulumtimi gjenetik përcaktoi se bëi fjala për Tina Galen Hawes dhe Harold Dinklos Jr., than prokurorët e Teksasit. Sa kaq që vajza e vogël e çiftit megjithatë nuk u gjet pranë eshtrave të prindërve të saj, than zyrtarët. Familjet kanë kërkuar përgjigje në lidhje me mirëqenien e vajzës së vogël, Hollit, që kur u dëgjuan për herë të fundit në vitin 1980, tha në deklaratën zyrtare, zyra e prokurorit përgjithshëm të Teksasit. Holli është gjetur shëndosh e mirë dhe tani ajo është 42 vjeç. Holli është njoftuar për identitetin e prindërve të saj biologjik dhe ka qenë në kontakt me familjen e saj të gjerë biologjike. Ata shpresojnë të takohen personalisht së shpejti. Prokurorët e Teksasit zbuluan se Holli u zbrit përfundimisht në një kish në Arizona nga 2 gra këmbëzbathur me rroba të bardha, të cilat thanë se ishin anëtare të një grupi fetar nomad, që hante vetëm perime dhe shmangte produkte lëkure, u than gazetarëve ndihmësi parë i prokurorit përgjithshëm. Familja që rriti Hollin nuk është e dyshuar në këtë rast, shtoi ai. Në fund të dhjetorit 1980 ose janarit vitit 1981, familja e çiftit tha se morën një telefonat nga një grua që e quajti veten Motra Suzan, duke pretenduar se të dy ishin bashkuar me grupin e saj fetar dhe donin të ndërprisnin të gjitha lidhjet familjare. Ata donin t'i kthenin makinën e Tina dhe Dean familjes së tyre, ka thënë Webster. Ata po jepnin të gjithë pasurinë e tyre. Motra Suzan kërkoi para në këmbim të kthimit të makinës në Florida ku jetonte familja. Hetimi për vdekjen e prindërve të saj është duke vazhduar, bëjnë të ditur autoritetet.